Milot Rashica ka shënuar golin e parë në kampionat me Beşiktaşin për këtë sezon. Realizimi erdhi në minutën e 65 për të zhbllokuar ndeshjen Beşiktaş-Rizaspor. Beşiktashi është sërish larg pritshmërive të tifozëve. Aktualisht si vendi 5 po lufton që të futet në zonën e Europës. Vet Rashica nuk po kalon edicionin më të mirë. Minutat më të shumta i ka fituar në 3 ndeshjet e fundit si titullar. Kështu edhe trajneri t'ia shpërbleu besimin me gol.